Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot të përgatisim një gjellë shumë të shpejtë dhe të shëndetshme. Atëherë në një tenxhere ku kemi vendosur zjarrin, do shtojmë 3-4 lugë vaj ulliri, 2 qep të mesme të prera në kubik dhe masën do ta përziejmë për rreth 2 minuta. Pasi të kemi përzier 2 minuta, do shtojmë dhe pak hudhër. Kemi prerë 2 thelpi hudhër dhe do t'i skuqim në mënyrë që të lëshojnë aromën. Më tutje gjithashtu do shtojmë dhe një patate të madhe të prerë në copa dhe gjithashtu 2 karrota të mesme. Të gjithë përbërësit i përziejmë pak, rreth 2-3 minuta, disa do të marrin pak ngjyrë. Dhe më tutje do shtojmë dhe 2 lugë salcë domate, pelte domateje, që është për gjellë. Gjatë gjithë kohës përziejmë në mënyrë që përbërësit mos ngjiten dhe gjithashtu do shtojmë dhe 500 gram bizele. Unë këtu kam përdorur bizele të ngrira nga supermarketi. Dhe bashkë gjithë përbërësit do t'i përziejmë për rreth 2-3 minuta sërish. Do shtojmë gjithashtu gjysmë lugë krip dhe 1 lugë çaji me piper të zi. Dhe në fund do shtojmë ujë, 1 litër ujë. Atëherë gjellën do ta lëmë të ziejë për rreth 20-25 minuta. Dhe më tutje në fund do shtojmë dhe përbërësin e fundit. Pasi e kemi lënë të ziejë 20-25 minuta, do shtojmë dhe pak majdanoz, domethënë 2-3 minuta para se ta heqim nga zjarri. Dhe gjella është gati për të shërbyer. Kaq ishte miq, shpresoj t'ju ketë pëlqyer receta. Mos harroni t'i bëni kanalit like dhe subscribe sepse për mua do ishte një ndihmë shumë e madhe. Dhe bashkë do shihemi me receta të tjera. Uroj të jeni mirë, bashkë me familjen tuaja, gjithë të mirat.